Të dashur, selam aleikum. Takojmë edhe sonte në këtë natë prej netëve të bekuara të Ramazanit, me lutjen Allahut subhanahu wa taala që të begatoj këto takime dhe përmes tyre të arrijm njohjen e tij në nshtrimin dhe adhurimin siç e meriton krijuesi ynë. Sonte kemi një të ftuar të radhës me cilën do ta debatojmë dhe diskutojmë një temë e cila ndërlidhet shumë me ata të cilën jemi momentalisht, e që është Ramazani, por edhe si frymëzim për të jetën tonë. Fillimisht, i dëshirojmë se ardhi hoxhës nderuar Osman Bektishi. Mirë. Hoxh, besoj se ditët të cilat jemi duke kaluar në këtë Ramazan, me gjithë angazhimet e shumta, jeni duke kaluar mirë. Padyshim se po, fillimisht më lejo që t'ju falenderoj për ftesën. Është nder dhe kënaqësi për mua që të bashkëbisedoj me ju për një prej çështjeve jashtëzakonisht të rëndësishme në këtë muaj të bekuar, duke shpresuar çdo herë në bekimin e Allahut ndaj nesh. Allah shpërbleft. Amin. Dhe po kënaqemi. Allah shpërbleft. Padyshim se çdo gjë në Ramazan e ka bukurinë e vet, e sidomos të flasim për Allahun subhanahu wa taala, e të mundom këtë ua përcjellim edhe të tjerëve. Hoxh, po fillojmë bisedën së bashku me një të vërtet të natyrshme, që njerëzit qenë fetar ose nuk qenë fetar, ata e dëshirojnë këtë gjë. Ajo është shtimi i diturisë dhe synimi i njerëzve që të dinë e të mësojnë. Por a është çdo dije e rëndësishme e cila mjafton ose ja vlen që njeriu të sakrifikoj për ta dhe rezultatet e cilës janë në dobinë e njeriut, apo ka dituri e cila megjithatë i tejkalon rëndësinë e disa diturive dhe njohurive tjera. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në emër të Allahut e fillojmë, salavatet dhe selamet më të përzemërta më të dashurit të Zotit, ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij. Sikur se e përmendët edhe ju, çdo njeri e ka qëndësore kërkimin e njohurive të shumta që kanë të bëjnë me jetën e tij, me nevojat e tij e kështu me radhë. Mirë po ekziston një dituri, një njohuri që është e patjetërsueshme e që ka të bëjë me krijuesin absolut të gjithësisë. Prandaj nuk ka dituri më të rëndësishme dhe më me vlerë për jetën e njeriu se sa njohja e atij që e krijoi. Për këtë arsye dhe Allahu në Kur'an përmes shumë ajeteve kuranore na drejtohet me imperativin kuranor të thirrjes për ta njohur krijuesin. Sikur se thot Allahu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos Allahut. Pastaj thot, fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Dijeni mirë se Allahu është i plot fuqishmi dhe i urtë i absolut. Fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Dijeni mirë se Allahu është falësi i madh dhe mëshirbërësi. I'lamu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Dijeni mirë se Allahu e ngjall tokën pasi që ajo vdes apo tretet. Fa'lamu anna Allaha mawlakum. Dijeni mirë se Allahu është zotruesi juaj. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Dhe s'ka zotrues më të mirë se sa ai dhe as ndihmëtar. Dhalika li ta'lamu أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Kësaj thot Allahu, pra ju duhet ta dini se Allahu është i gjithditur për çdo gjë që ndodh dhe që ekziston mes qiellit dhe tokës, dhe se ai me gjithë diturinë e tij absolute përfshin çdo gjë. Pra gjitha këto ajete na bëjnë me dije se njeriu e ka për detyrë ta njohë Allahun e Madhërisëm, ta njohë krijuesin e tij. Për shembull, në jetën tonë të përditshme, duke qenë se kategoria më e rëndësishme e shtresës shoqërore janë prindrit, për arsye se janë shkaku i lindjes sonë, prandaj bëhet e detyrueshme që t'i njohim ata, që nga dita kur ne fillojmë dim, ta dallojmë të mirën nga e keqja,
ne me automatizëm natyrshëm, pra njihemi me prindrit tanë, sepse natyrshmëria jone kërkon një gjë të tillë. Si është fjala me atë që nuk shëmbëllehet me askë dhe nuk krahasohet me askë prekesave të tij me Allahun e Madhërisëm. Nga sa atij takon shembulli më i lartë, i cili është shkaktuesi i gjitha shkaqeve të ekzistencës tonë. Allah shpërblift. Padyshim se më bëri përshtypje pjesa e sjelljes së argumenteve të shumta nga Kurani e padyshim se ajo që ty ta lehtëson dhe të ndihmon shumë në këtë drejtim është memorizimi i tër Kuranit. Andaj e kisha ndërmend që të ndaloja që të japim hapësirë trajtimit, përndryshe sigurisht se edhe ajetet e shumta të cilat ti do të na sjellë do të ishin padyshim edhe në interes të secilit prej neve të ndëgjojmë e të nxjerrim mësim prej tyne. Por do të ndalim në çështje si fillim që ta bëjmë ndoshta një lloj sqarimi të nevojshëm për secilin prej neve. Pra detyria për Allahun subhanahu wa taala, si kulmi i çdo detyrie, si bazë e çdo detyrie, si detyria më e rëndësishme, pavarësisht se si e emërtojmë. A nënkupton kjo në lehtësimin e detyrive tjera, apo në një farforme kjo jep kuptim detyrive tjera, dhe e kundërta me të kundërtën, detyrit tjera mbesin të pavlera nëse mungon detyria për Allahun subhanahu wa taala. Pra a duhet na kuptojnë drejt secili që ne kur i themi se duhet ta njohim Allahun dhe kjo është detyria më e rëndësishme, ne nuk e kemi për qëllim që të i menjanojmë ose të i nënçmojmë detyri tjera. Absolutisht. Por e kemi për qëllim që të japim një kuptim real çdo detyri tjetër pastaj që vjen pas detyrisë së Zotit. Duke qenë se Allahu është më i rëndësishmi për t'u njohur dhe për t'u ditur, kjo pastaj jep kuptim çdo njohuri dhe çdo detyrie të jetës së kësaj bote, nga se çdo gjë është ndërlidhur me krijuesin absolut. Pra çdo gjë që njeriu e sheh, e përjeton, dhe çdo gjë për cilën njeriu ka nevojë detyrimisht do të ndërlidhet me njohjen e Allahut Madhërisëm. Dhe sa më shumë që afrohet për t'i njohur shkaqet ekzistente, shkencat e ndryshme jetësore për cilat ka nevojë dhe përmes të cilave e zhvillon jetën njerëzore, atij vetëm se ja përndrit jetën e tij duke ja bërë me dije se është krijuesi absolut i gjithësisë, ai i cili ja dha mundësinë për të ditur, për të njohur dhe për të zhvilluar, dhe kjo padyshim se jep kuptim çdo kërkimi të diturie të çfarëdo lëmie të caktuar. Prandaj duke dhënë qëllim kërkimit të çdo shkence tjetër. Po pra. Që do të ishte ndoshta e pamundur hoq në mungesë të njohurisë së parë. Sepse do të mbetej ndoshta padyshim se po. Sado që njeriu të arrijë pe njohurive të caktuara, nëse nuk e din qëllimin e jetës, ato i ka të pafryqshme, ose mund të themi janë me benefite të kufizuara në jetën e kësaj bote. Po kur e njeh qëllimin për cilin Zoti e ka krijuar, e që njohja e qëllimit rrjedh nga njohja e krijuesit të gjithësisë, atëherë ai padyshim se do të jep kuptim çdo lëvizje të jetës së tij. Padyshim se pjesa e diturisë dhe e njohurive edhe e nxitjes së fesë për shkenca tjera dhe kuptimet janë gjëra por do të ndalemi edhe pak tek njohja e Allahut subhanahu wa taala si dituria më e rëndësishme që mund të arrijë dikush prej neve. Njerëzit gjatë historisë shpesh herë kanë bërë edhe eksperimente. Kanë bërë kërkime të ndryshme, disa nga nevoja e disa nga distanca që kanë krijuar nga baza reale e kërkimit të njohurive për Zotin. Cila është rruga më e drejtë që ne ta njohim Zotin? Pra, nëse në jetët e përditshme, çdo kush do të na fliste për atë të cilën ai e njeh më së miri. Qoftë dikush për veten e tij, qoftë dikush për mallin e tij, për prodhimin e tij, çka do të thotë. A kemi këtë komoditet në raport me Zotin? Pra, a mund të kërkojmë nga Allahu që ta njohim Allahun subhanahu wa taala? Fillimisht është e patjetërsueshme që ta njohim Allahun derisa ai na ka sjellur në këtë botë. Nga se do të ishte padrejti e madhe sikur Allahu na sillte në këtë botë dhe të mos na tregonte se kush është ai, se çfarë kërkon prej nesh, se cilat janë përgjegjësitë tona dhe se cili do të jetë përfundimi ynë. Prandaj mënyra më e mirë dhe më e drejtë për ta njohur Zotin është përmes rrugës së përcaktuar nga ana e Zotit. E që kjo rrugë ndërtohet mbi bazën e manualit jetësor, që është Kurani, dhe mbi bazën e traditës sqaruese të këtij manuali, që është Suneti
rruga e Muhammed Mustafas alayhi salatu wasalam, nga se ai është mësuesi i njerëzimit, sikurse edhe ka potencuar vetë duke thënë innama bu'ithtu muallima. Unë jam dërguar si mësues i njerëzimit. Prandaj mënyra më e mirë për ta njohur Zotin është përmes prezantimit që Zoti ja bën vetes së tij në Kur'an. Sepse fillimisht askush nuk ka të drejtë që t'i qaset Zotit sipas asaj që ai dëshiron, nga se aftësia dhe mundësia njerëzore është e kufizuar për ta perceptuar Zotin sipas realitetit të tij hyjnor. Prandaj Allahu ka bërë që këtë të drejtë ta plotësoj ai vetë sipas asaj që ai takon dhe sipas asaj që ai meriton. Për këtë arsye ai na tregon se kush është dhe kërkon për neve që ta njohim atë, nga se kjo është çështja më elementare e orientimit të jetës sonë. Pra kur robi orientohet përmes njohjes së krijuesit të tij, ai pastaj do të njohë edhe qëllimin e tij dhe rrjedhimisht edhe do të ngarend pas shpërblimit të cilin Zoti e ka premtuar pikërisht për këtë njohje. Shumë e bukur. Pra neve na është shkurtuar rruga. Po pra, na është shkurtuar, na është lehtësuar, na është përmbushur dhe na është garantuar edhe shpëtimi dhe shpërblimi. E të gjitha këto sepse Allahu xhallahu na ka treguar për veten e tij. Po pra. Dhe e tëra që neve na mbetet është ta njohim Allahun subhanahu wa taala. Pikërisht. Mirë, a mund sigurisht se ajo që Allahu xhallahu ka fol për veten e tij dhe na ka prezantuar veten e tij, Allahu subhanahu wa taala është e madhe dhe është e shumtë, edhe në madhështinë Allahut subhanahu wa taala, edhe në sasi, domthonë në numër të përshkrimeve të cilat Zoti ka bërë për veten e tij. Por në bazë të mundësive që i kemi, minutazhave që i kemi, kohës që i kemi, a mund ta përshkruash diçka nga ajo që Zoti ka përshkruar veten e tij? Po fillimisht Allahu i Madhërisëm në parathënien kuranore, në surën Al-Fatiha, e përshkruan në mënyrë të përgjithshme apo e prezanton veten përmes tre cilësive bazike të tij, ku thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, lavdi dhe falënderimi i takojnë Zotit të botëve. Pra fillimisht e përmend pra atributin dhe cilësinë e tij i të qenit Zot, sepse Allahu e eliminon çdo mundësi dyshimi se dikush tjetër mund të jetë Zot përpos tij. Dhe e pohon të vërtetën absolute se i vetmi Zot i vërtet është ai. Pastaj vazhdon e thot Ar-Rahmani Ar-Rahim, i gjithë mëshirshmi, mëshirploti, i gjithë mëshirshmi që përfshin me mëshirën e tij çdo krijesë, besimtare apo jo besimtare, njerëzore apo gjindore, bimore apo shtazore. Dhe mëshirploti që në mënyrë ekskluzive e përfshin me mëshirën e tij robën e tij besimtar. Pra të gjithë robërit e tij që e besojnë atë, e pasojnë atë, përfshihen me një mëshirë speciale nga ana e tij. Qëllimisht Allahu e ka prezantuar veten kësaj përmes këtyre tre cilësive bazike për të na bërë me dije se kemi të bëjmë me një Zot të cilit mëshira i amund hidhrimin. Pra, në atë prezantimin fillestar, Zoti tregon se është i mirë, është i butë, tregon se është i mëshirshëm. Tregon se mëshira e tij nuk përfshin vetëm ata që i beson, por edhe ata që nuk i beson, por edhe ata që nuk e besojnë atë. Pra, kësaj Allahu tregon përmes këtij përshkrimi të përgjithshëm se sa madhështor është ai. Përndryshe, nëse thellohemi më tepër në përshkrime pak më të thella, atëherë aty e kuptojmë se sa madhështor është Allahu i Madhërisëm. Hoxhë, mendoj se një pikë që mbër përshtypje që mendoj se është shumë e nevojshme që të ndalemi në të ndoshta dhe të fokusohemi pak më shumë të është mos pasje alternativë e besimit të ndonjë Zoti tjetër bashkë me Zotin, i cila i hedh poshtë pastaj çdo lloj të ortakrisë që njerëzit ja bëjnë Zotit. Faktikisht ne shpesh herë ndëgjojmë tek njerëzit se ata e besojnë Zotin, por krahas Zotit shpesh herë besojnë edhe dikant tjetër, të cilit e ngrisin ose i japin cilësi të Allahut subhanahu wa taala, qoftë nga frika, qoftë nga shpresimin të, qoftë nga frika e dënimit, qoftë nga shpresa për të dhënë diçka e kështu me radhë. Në atë që ti e përmende, i bie se kur besohet Zoti,
në bazë të përshkrimit që Allahu ja ka bë vetes së tij, ne duhet ta kemi shumë qartë se ai është një i vetëm i cili nuk pranon që dikush tjetër të krahasohet me ta. Absolutisht. Ket mund të themi që është në përmbajtje edhe në shahadet, ku duhet të jetë mohimi dhe duhet të jetë pohimi. Kjo a duhet pastaj të na orientoj tër forcën tonë, tër besimin tonë, tër nënshtrimin tonë, vetëm tek Allahu subhanahu wa taala. Pra është kjo edhe një lloj ndihmëse që krejt fokusin e jetës tonë pastaj ta orientojmë në një pikë të vetme, e që është arritja kënaqësisë së këtij Zoti. Po pra, sepse është i vetmi që e meriton një qasje të tillë. Është ai që na dha jetën, është ai që na begatoi, është ai që na furnizoi, është ai që na premtoi. Andaj si ka mundësi të mendohet se dikush tjetër krahas tij apo në vend tij e meriton vëmendjen maksimale, sikurse e meriton Allahu i Madhërisëm. Askush tjetër, sepse është i vetmi Zot, nuk ka Zot tjetër. Zoti e ka pamundsuar që të ndodhë një gjë e tillë, sepse nuk përkon me Allahun që të ketë më shumë se sa një Zot. Dhe rrjedhimisht edhe ky është lehtësim i jashtëzakonshëm për jetën tonë. Nga se Allahu ka përcaktuar një adresë të vetme. Është vetëm një adresë që meriton tërë vëmendjen tonë, madje me gjithë qenien tonë. Është adresa hyjnore e Allahut të plotfuqishëm. Dhe kësaj Allahu neve na obligon që ta besojmë atë sipas asaj që ai urdhron. Nga se kjo është qasja që ai meriton. Dhe për ta plotësuar besimin në raport me Zotin e Madhërisëm, duhet të përmbushet trekëndshi besimor, ku në piramidën e saj qëndron besimi në Allahun e Madhërisëm, ashtu siç ai kërkon prej nesh, jo ashtu siç ne mendojmë se duhet ta besojmë atë. Pra, kjo pjesë shumë e rëndësishme, domethënë ashtu që Allahu ka përshkruar veten e tij. Po pra, sepse ne nuk kemi të drejtë që ta besojmë Allahun sipas asaj që ne mendojmë apo dëshirojmë. Pa e harru trekëndshën që mendoj se është shumë e rëndësishme, por mendoj se njerëzit sot i dhënë të drejtë vetes shumë në një lloj besimi, sidomos në kohën moderne që po jetojmë, ku kemi shumë shpikje të llojeve të besimit, të cilat janë të modifikuara ndoshta edhe të përshtatura me kohën, por tek e fundit kthehen në ato besime të kota para Islamit. Edhe në mesin e tyre janë qoftë besime ku njeriu thotë unë besoj, por besoj qysh unë du. Unë besoj një Zot, por të cilët nuk jam i detyruar që të nënshtrohem. E besoj një Zot, një fuqi, një superfuqi, por që ai nuk ma dikton jetën time. A vjen krejt kjo si rezultat i mungesës së njohurive për Zotin, mbasi Zoti ka përshkruar veten e tij? Padyshim se po. Njeriu kur i qaset Zotit sipas asaj që ai mendon ose sipas asaj që ai trashëgon prej informacioneve të caktuara, që esenca e tyre është e ndryshuar dhe është e devijuar, dhe kjo asesi nuk e bën të përshtatshme për asnjë kohë dhe për asnjë rrethon, sepse çdo besim i gabuar është i papërshtatshëm për zemrën e njeriut dhe për jetën e tij në përgjithësi. Dhe kësaj njeriu e ka të detyrueshme që ta besoj Allahun sipas asaj që Allah urdhron, sepse njeriu e ka të pamundur që ta njohë Zotin sipas asaj që ai e meriton. Për këtë arsye Allahu e ka përshkruar veten e tij dhe na ka treguar se si duhet të qasemi atij, se besimi pasi që tjetë pranim, është respektimi i Zotit. Dhe Allah e ka përcaktuar mënyrën se si atij i takon që ne ta respektojmë. Ne shpeshherë mendojmë se e respektojmë Allahun sipas asaj që ai urdhron, por realisht ndodh të jetë krejtësisht e kundërta. Andaj edhe ata njerëz që mendojnë se e besojnë Allahun, realisht ata janë duke besuar një Zot imagjinar të tyre, sepse po ta besonin Zotin e vërtet, ata detyrimisht do t'i nënshtroheshin atij. Derisa këta robër nuk i nënshtrohen Zotit të vërtet, ata mendojnë se janë duke adhuruar apo duke besuar Zotin e vërtet, por dëshmia e tyre praktike dëshmon krejtësisht të kundërtën. Prandaj, mosnjohja e Zotit Madhërisëm i shkakton këto probleme jetësore. Dhe shumë njerëz jetojnë duke menduar se janë besimtar, mirëpo për shkak të mosnjohjes reale të Allahut të plotfuqishëm, ata përfundojnë si besimtar me gabim, me besim të gabuar, apo Zoti na ruaj me përfundim shkatërrues. Më pakta që mund t'i godet ata sigurisht është humbja e shijes së besimit edhe përjetimit të madhështisë së besimit.
sidomos kur flasim të kjo pjesa e problematikave të njerëzve, problematika ditore, problematika e mosshijimit të besimit, problematika të cilat shpesh herë vijnë tek përfundimit të cilat I përmende o gjenderum. Në përshkrime të shumta që Allah subhanahu wa taala ja ka bë vetes së tij, Allah xhaleshanu pos që na ka tregu për madhështinë e tij, kur ka fol për diturinë e tij, kur ka fol për fuqinë e tij, kur ka fol për hikmetin e tij, domethënë cilat përmbajnë domthon emra dhe cilësitë Allahut subhanahu wa taala, kur ka fol se ai është shëruesi, kur ka fol se ai është furnizuesi, kur ka fol të gjitha këto përshkrime që Zoti ja ka bë vetes së tij, a duhet të përkthehen pastaj në një jetë komode dhe në një jetë të qetë të çdo kujt që beson se është rob I këtij Zoti. Dhe mungesa këtyre njohurive, njerëzit sot I ban që për shembull, paktën mendoj që na sqarosh pastaj problemi I dëshirës së njerëzve për të posedu, vjen së rezultati mos njohjes së rrezikut. Për shembull, kërkimi I njerëzve për çfarëdo lloj forme qoftë I çfarëdo pozite në këtë dynjë, vjen së rezultati mos njohjes së hikmetit dhe urtësisë së Zotit. Andaj, si ta bën njeriu bashk njohjen e Zotit dhe ta jetësoj atë në jetën e tij praktike, në jetën e tij të përditshme. Sepse tek e fundit Zoti nuk na I ka dhënë informacionet për veten e tij që të mbeten në sirtar, po ato të jetësohen. Andaj si ta arrijë besimtari që të bëjë një bashkëdyzim mes këtyre njohurive dhe jetës së tij reale dhe jetës së tij praktike. Fillimisht duhet ta njoh Allahun, sepse kjo është esenca e çdo suksesi në jetë, esenca e çdo bereqeti, esenca e çdo angazhimi të begatshëm e kështu me radhë. Pra njohja e Allahut madhërisëm neve na bën që ta besojmë atë. Dhe ky është brumi I jetës së njeriu. Pra, nëse njeriu I referohet asaj që çfarë e kënaq shpirtin e tij, ajo që e kënaq është imani, besimi në Allahun e madhërisëm. Pastaj me iman I udhëzohet zemra. Wa man yu'min billahi yahdi qalbe. Kush beson Allahun, I udhëzohet zemra. Por nuk ka mundësi që të besojë njeriu që të ketë iman në zemrën e tij derisa nuk e njeh krijuesin. Atë që nuk e njeh, s'ke se si ta besosh, s'ke se si t'i afrohesh, s'ke se si të përfitosh prej tij. Po ato që e njeh, sidomos kur e njeh mirë, I afrohesh atij. Mundohesh që të krijosh një miqësi të jashtëzakonshme me të përfitosh prej tij. Prandaj afrimi me Allahun e madhërisëm përmes njohjes që ne e përfitojmë nga libri I tij dhe nga mësimet pejgamberike më të dashurit të tij, Muhamedit alayhi salatu wasalam, neve na bën që ta kuptojmë qëllimin e jetës dhe ky është thelbi I orientimit jetësor. Kur robi e kupton se pse është në këtë botë, kush e ka sjellur? Më I miri, Allah. Pse e ka sjellur? Për qëllimin më të mirë. Çfarë e pret? Shpërblimi më I mirë. Pra, shumë është e lehtë që ta bashkojmë atë që ju e përmendet, në qoftë se ne I afrohemi njohjes së Allahut madhërisëm përmes Kuranit dhe përmes argumenteve pejgamberike të Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Padyshim se kur flasim për bashkëdyzimin dhe themi një lloj shkrirje mes njohurive dhe jetës tonë praktike, tek e fundit ne shpresojmë dhe mundohemi që ta ofrojmë një jetë komode. Pra, njohja e Allahut subhanahu wa taala në bazë të përshkrimit që ai ka bërë vetes së tij, na ofron jetë të mirë. Ai I bie kundërta, se çdo kush që ka jetë të zëmt, ka jetë të ngushtë, ka jetë të vështirë, larg asaj materiale, por po themi në aspektin shpirtëror, a është si rezultat I mos kësaj njohje, ose përpjekjeve të tij që ta njeh Zotin me eksperimente të ndryshme ose me teori të ndryshme kështu me radhë. Fillimisht dobit e njohjes së Allahut, ti përmendim, thot Allahu I madhërisëm Kur'an, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Vini re, miqtë e Allahut apo të dashurit e Allahut, për ta nuk ka as frikë e as pikëllim. Kush janë këta? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ata të cilët besuan Allahun, ashtu siç Allahu urdhëroi, dhe e respektuan Allahun pra përmes devotshmërisë së shfaqur nga ana e tyre. Pra besimi I drejtë dhe devotshmëria reale arrihen.
E kjo prodhon miqësi me Allahun e plotfuqishëm. Pa kjo është për dobive më kryesore që ne arrim përmes imanit, apo përmes njohjes së Allahut madhërisëm. Allahu pastaj thot, sepse jeta e kësaj bote është jetë me peripeci, jetë me vështirësi, ne do të hasim në probleme të shumta jetësore. Me përkrahas problemeve Zoti na i ka dhënë edhe zgjidhjet. Dhe kur kjo ndërtohet mbi bazën e njohjes së Allahut që prodhon besim, iman dhe devotshmëri, Allahu çfarë thot? "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush tregohet i devotshëm në raport me Allahun, pra respektues ndaj Zotit, e respekti ndaj Allahut vije si rezultat i njohjes së tij dhe i besimit në te. Allahu i bën rrugëzgjidhje atij për çdo problem. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dhe e furnizon prej nga nuk e imagjinon fare. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kush tregohet i devotshëm, pra respektues ndaj Zotit madhërisëm, Allahu ja lehtëson atij çështjen. Çfarë do që të jetë vështirësia e atij jetësore, Allahu ja lehtëson atë. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Kush tregohet i devotshëm në raport me Allahun e madhërisëm, pra respekton atë duke e njohur atë mirëfillet dhe duke e besuar atë siç duhet, Allahu ja azgjëson mëkatet. Kush prej nesh nuk kemi nevojë që të azgjësojmë mëkatet tona. Mëkatet tona janë rëndes, janë pengesë për aktivitetin tonë jetësor, për arritjen e synimeve tona jetësore. E mirësia e njohjes së Allahut bën që Allahu t'i azgjësojë mëkatet tona eventuale dhe na rrit shpërblimin. Wa yu'dhim lahu ajra. Përpos që ja fshin mëkatet Allahu, ja azgjëson edhe ja shton shpërblimin. Pastaj devotshmëria që arrit përmes njohjes së Allahut madhërisëm bëhet shkak që Allahu na mundsoj arritjen e njohurive të shumta. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tregoni respektues ndaj Allahut, Allahu ju mëson juve për çdo gjë që ju keni nevojë. Dhe njeriu, sikur ti përmbahej respektin ndaj Allahut madhërisëm, do t'i mësonte të gjitha njohuritë e nevojshme për të, dhe do t'i përdorte ato në emër të tij, pra për të krijuar mbarvajtje dhe mirëqenie. Do të shfrytëzonte në mënyrë të duhur, në interes të përgjithshëm. Jo sikur se veprohet prej shumë njerëzve që nuk besojnë në Allah. Ata mund të jenë ekspert lamive të shumta, mirë po për çfarë interesi e përdorin? Për interesa shumë të kufizuara, shumë të cekta, ose për interes të tij individual, ose familjar, ose eventualisht shoqëror. Mirë po ka shumë raste që i përdorin ato për të shkatruar popull tjerë. Po ky nuk është qëllimi. Qëllimi është që ne ta ndërtojmë botën për interes të përgjithshëm, pa marrë parasysh besimtar apo jo besimtar. E njohja e Allahut neve na mundson që të garantojmë mirëqenie gjithëshoqërore. Pastaj Allahu çfarë thon në Kur'an? Men amila salihan min dhakarin aw untha. Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, wa huwa mu'min, duke qenë besimtar. Qëllimisht Allahu i referohet veprës para imanit, sepse zakonisht njerëzit veprojnë, pra gjithë njerëzit veprojnë, dhe gjithë njerëzit mendojnë që po veprojnë mirë. Mirë po ku i pranohet? Atij që është besimtar. Kushti kryesor. Pastaj thot, "Felenuhyiyannahu hayatan tayyiba." Ne do t'ja mundsojmë këtij që të jetojë jetë mirë. Pra jeta e mirë garantohet vetëm përmes besimit në Allahun e madhërisëm dhe përmes devotshmërisë që shfaqet në raport me të, e që kjo arrihet nga njohja që ne kemi për Allahun e plotfuqishëm. Ndoshta ki ende përçu, po do të dalëm të kjo pjesë për shkak se mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme ta përmendim tek formulimi i jetës së mirë. Megjithatë ne shohim se kemi disa keq kuptime shpeshherë, ku jeta e mirë imagjinohet në pallate, jeta e mirë imagjinohet në për disa peshina. Përkufizohet me aspektin material. Përkufizohet me disa pamje, madje me një lloj monopoli që të tjerët na kanë ofruar. Se si duhet të jetë jeta e mirë dhe pamja, domethënë pamja në bazë të disa pamjeve të cilat sigurisht se ne nuk i shohim prapaskenat e krit realizimit të atyre. Por kur përflasim për jetën e mirë, a është për qëllim jeta materiale apo është për qëllim jeta shpirtërore, ajo që besimtari mund ta realizojë madje nëse është në kushte ndoshta jo të mira në aspektin e dunjas. Është për qëllim jeta gjithdimensionale. Përfshir dimensionin spiritual, atë intelektual, pra konceptual, dhe atë material. Nëse njeriu përbëhet nga këto tre komponente, është e pamundur që robi që e njeh Allahun dhe që pasurohet në shpirt, të mos pasurohet në mendje edhe në trup, rrjedhimisht në ekonominë e tij, individuale dhe familjare. Sepse këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Jo çdo herë kur robi posedon pasuri të majme materiale, realisht edhe është i lumtur.
madje sipas statistikave botërore, zakonisht njerëzit që janë të pasur dhe të famshëm përfundojnë si të palumtur. Për shkak se ju mungon qëndësoria, kryesoria që është ana shpirtërore. Si mund ta gëzoj një jetë mirë një njeri që është i varfër në shpirt? Një njeri që nuk ka vlera shpirtërore, një njeri që s'ka adres ku t'i drejtohet për problemet e tij. Një njeri që s'ka adresë ku t'ja shfaq kërkesat e tij, t'ja parashtroj atij ato që ai ka dëshirë dhe ka nevojë për to. Është adresa hyjnore. Pra ka humb atë cilën e përmendëm në fillim që është një orë. Prandaj shumë të varfër materialisht posedojnë pak, por për shkak se shpirtërisht posedojnë shumë, janë më të lumturit e njerëzimit. Padyshim kjo nuk është thirrje që njeriu të jetë i varfër, por që normalisht që jo. Normalisht që besimin që pastaj mbas të ta kuptoj çdo gjë. Përkundrazi, besimi jon na thret që ne të pasurohemi nga gjitha aspektet, nga se shumë më mirë është pasurohet besimtari se sa jo besimtari, por arsye se besimtari armën në thonjza të pasurisë e shfrytëzon në interes të përgjithshëm, për paqe gjithëpërfshirëse dhe për siguri gjithë njerëzore. Hoxhimi pothuajse në fund, madje. Ka shpejta? Po se nisëm. Edhe Ramazani po shkon shpejt, do shkoj shumë shpejt. Por kam dëshirë ta përmbyll me një çështje rreth njohjes së Allahut subhanahu wa taala dhe pozicionit ton përballë kësaj njohje. Po. E jo se megjithatë tek njerëzit është një përshtypje se ndoshta e përfituar gabimisht, ndoshta e ushqyer gabimisht nga ligjërues ose çka do të jetë një lloj se besimi të ofron të një Zot i cili është i vrasht, i cili është po themi sapo spret gabimin që ta ndeshkoj robën e tij dhe një lloj frike, distance që njerëzit e bëjnë ndaj Allahut subhanahu wa taala. E ne kur e shohim në përshkrimet e përgjithshme që Zoti ja ka bërë vetes tij, ne shohim se gjithsesi në shumë për masa shumë të mëdha kemi më shumë pjesën e thirrjes për pendim, thirrjen për ajetet, për shkrimet të cilat na tregojnë për mëshirën, rahmetin, ata të cilën veç e përmendet gjatë trajtimit. Ky përshkrim që Allahu xhalesha ka bërë vetes së tij me mëshirën dhe rahmetin e tij, dashurinë dhe mëshurinë e tij, kujdesin që ka për robët e tij, a duhet të na bëjë që ta njohim, adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me dashuri dhe dëshirë që të ofrojmë atij, apo nga pjesa tjetër e asoj frikës edhe trishtimit? Nuk ka adresë më të dashur, më të sigurt, më paqësore, më përmbajtësore, më garantuese për shpëtim dhe për shpërblim se sa adresa e Allahut. Si mund të mendohet që nga Zoti vije e keqja, nga Zoti vije vështësia, kur ai është burimi i dashurisë, burimi i mëshirës, burimi i sigurisë, burimi i gjitha mirësive. Pra nëse nuk mund paramendohet një gjë e tillë për prindrit tanë që vetëm na kanë lindur dhe na kanë rritur, si mund të paramendohet për krijuesin e prindërve tanë dhe të çdo mirësie ekzistuese? Absolutisht jo. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar me disa prej sahabëve të tij, për një moment u afrua një grua e cila me ngulm për kërkonte, madje me lot në sy për kërkonte diçka që i kishte humbur dhe që ishte me vlerë. Në atë moment vije fëmia i saj dhe e merr dhe e kape për qafon, tash paramendoni një nënë që i ka humbur fëmia për disa çaste, se çfarë frike ka akumuluar në zemrën e saj. Dhe kur e ka gjetur atë e kape për qafon dhe me gëzimin më të madh, ato lot të pikëllimit çndron në lot lumturie. Thot pejgamberi Allahut: apo shihni këtë nënë me këtë fëmijë, thot, a ka mundësi që kjo nënë me hodh fëmijën e vet në zjarr? Kur ja Rasulullah. Atëherë si mund të mendohet që Allahu neve do na fut në zjarr? Pra Allahu është më i mëshirshëm me robët e tij se sa kjo nënë me fëmijën e saj. Pra nuk mund të paramendohet që adresa e Allahut është adresë e ndëshkimit të padrejtë. Është shumë e vërtetë që Allahu, për shkak se është i drejtë absolut, prej cilësive të tij është edhe ndëshkues i rreth, po për kriminalët, për ata që nuk pendohen. Përndryshe jeta jonë praktike dëshmon më së miri se sa i mirë është Allahu. Njerëzit çdo ditë mëkatojnë, gjatë ditës e gjatë natës. Bëjnë mëkate të mëdha, mëkate të rënda. Është po Allahu i cili thotë: o ju që e keni tepruar me mëkate, mos e kputni shpresën në mëshirën e Allahut, nga se Allahu është ai i cili fal gjitha mëkatet. Dhe praktikisht çdo njeri, edhe pse mëkaton, madje mëkate të rënda, nuk ja zbret me njëherë ndëshkimin. Paramendoj ai që e mohon krejtësisht ekzistencën e Zotit. Dikush tjetër e krahason Allahun, Zotin na ruajt me kafsh.
E adhuron Allahut, apo krahas Allahut adhuron njerëz, gur, drun, varreza. Ai tjetri që mëkaton, që nderon njerëz, vran njerëz, dhe Allah nuk po e zbet me njerë ndëshkimin e tij. Madje afatizon. Pra Allahu na afatizon neve dhe nuk na trajton me drejtësi, po përtej drejtësisë së tij na trajton me mëshirë. Se po të na trajtonte me drejtësi, gjithë do ta meritonim ndëshkimin. Madje edhe për gabimet më të vogla eventuale, por Allahu po na trajton me mëshirë. Prandaj nuk ka Zot më të mirë, nuk ka adresë më të sigurt, nuk ka burim më madhështor, dashurie, edhe respekti. Allahu na ka respektuar neve, paramendoj qenia hyjnore, po e respekton qenien njerëzore, përmes mundësive që na ka dhënë me jetu, mundësive që na ka dhënë me përfitu, me gjallënu, me u ngrit, me u përndrit edhe në fund me u shpërbly nga ana e tij. Po çfarë merite kemi na, Allahu më na dhon çdo të mira. Wallahi është vetëm dëshira e tij hyjnore edhe gatishmëria e tij për më na ngrit neve në këtë nivel. Padyshim se çdo herë kur njëri flet për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, do të dëshironte që të mos ndërpritej biseda, po të vazhdonte gjatë, por ne po e ndërprejmë bisedën e po e vazhdojmë shijimin e mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Nëse më lën vesh me e përmbyll me diçka. Para pjesën e asaj kategorie që jeton larg Allahut. Ne përmendëm më herët cila është jeta e mirë. Por ekziston edhe një jetë e kundërt, jeta jo e mirë. Allahu çfarë thot në Kur'an? "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Kushdo që largohet nga përmendja ime, përmendoje vetëm mos me përmend Allahun, çfarë jetë përjeton robi? Jetë ngushtë, jetë zymt, jetë vështirë. Ai mund të posedojë pasuri enorme, ai mund të ketë edhe pushtet autoritet jashtëzakonisht fuqishëm, mirë po në shpirtin e tij nuk është i qetë. Shpirtin e tij nuk ka paqe. Vetëm mund të maskohet, në shpirtin e tij nuk ka qetësi. Prandaj ai që afrohet Allahut me njohje, me përmendje, në shpirtin e tij ka qetësi, ka ngrohtësi. Edhe përballë problemeve më të vështira jetësore, ai bën zgjidhjet më të mira, zgjidhjet më meritore. Lusim Allahut në fal mëkatet, na mundsoj ta njohim atë sa më mirë që është e mundur, në mënyrë që kur dalim para madhërisë së tij të jemi sa më të ngritur. Allah shpërblet. Allah shpërblet ju për ftesën. Zoti ju lëcoft ditët e ardhshme të agjerimit, ashtu të veprat e mira. Allahumma amin. Shqyrës të dashur, ta njohim Allahun përmes asaj që ai e ka përshkruar. Do të na ofroj mëshirë, rahmet, mundësi pendimi, e jetë mirë e në fond shpërblim. Çdo gjë tjetër vije si rezultat i mosnjohjes së Zotit përmes asaj që Zoti e ka përshkruar veten e tij. Deri në takimin tjetër, Allahu xhalla shanuhu u pas në rahmetin e mëshirën e tij.